Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama, njëherë është kandidat për deputet në qarkun e Vlorës, ka përzgjedhur shtëpinë e fëmijëve, ku strehohen fëmijët jetim të qytetit bregdetar për t'i uruar gjithë fëmijëve shqiptar gëzuar një qershorin. I shoqëruar nga kreu i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika, Rama qëndroi në mes të fëmijëve, të cilët luanin dhe gëzonin. Bashkë me kryetarin e bashkisë, vendosëm që sot këtë një qershor ta festojmë këtu tek Jetimorja me fëmijët jetim dhe me fëmijët e tjerë të lagjes, me dëshirën e madhe që duke i uruar këtë një qershor fëmijëve të zotohemi se do bëjmë ende shumë më tepër për ta, për gjithë fëmijët e Vlorës, për gjithë fëmijët që kanë nevojë shumë për kushte më të mira, për kushte më të mira në qerdhe, në kopshte, në shkolla, në lagje, kanë nevojë për hapësira dhe për aktivitete që t'i shërbejnë mirëritjes tyre. Sot ne kemi sjell disa dhurata për fëmijët e Jetimorës. Janë në fakt dhurata që lidhen edhe me atë që ne duam të bëjmë për gjithë fëmijët e Shqipërisë. Ku janë ato? Kemi sjell këto tableta, kompjuterat vegjël, dore, që kanë një të mirë shumë të madhe se fëmijët i mësojnë vetë. Nuk kanë nevojë fare për mësues, për të mësuar si t'i përdorin dhe nëpërmjet tyre me aplikacionet që kanë brenda për të mësuar edhe shumë gjëra që nga librat mësohen më me vështirësi. Kryesocialisti Rama kishte marrë me vete dhe dhurata për fëmijët. Rama tha se tabletat elektronike do të sjellin risi për shkollën, teksa nuk shmangu dhe premtimin elektoral se brenda 4 viteve të ardhshme, shkolla e mesme dhe mbas ajo 9 vjeçare do të pajisen me tableta elektronike që së shpejti mund të zëvendësojnë librat.